Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme do të sjellë një histori që vjen nga Tropoja, një baba në kërkim të djalit të tij, i cili fatkeqësisht ka 7 vite që nuk e shikon. Bëhet fjalë për Adriatik Gjonaj, 38 vjeçari tropojan, i cili u divorcua në vitin 2018, kur djali i tyre ishte vetëm 1 vjeç. Ish bashortja është larguar duke u zhdukur dhe duke humbur kontaktet me ish partnerin e saj, dhe sot Adriatiku nuk ka asnjë kontakt me të birin që aktualisht i bie të jetë një moshë të madhe, diku te 13 vjeç. Ai nuk ka ardhur vetëm sot në program, ka ardhur me nënën e tij, një gjyshe e cila dhe ajo është në kërkim të nipit të saj. Zonja Sabrie Gjonaj, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Shumë emocione pas ke sot. Të ka marrë malli për nipin. Shumë. Më lejo të përshëndes dhe Adriatikun, babain e djalit. Adriatik, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mira. Por si ka mundësi? Nuk hetë si marë që thoni lafi. A një gjanë si u bonë gjitha në regull të na që thoni? Jo, si ka mundësi që ka shumë vite dhe nuk e ke takuar djalin? Piki, në momentin që jam ponu në Trapoj, këmë bërë desin në Trapoj. Ndarjen? Ndarjen, që thoni, këmë bërë darjen në Trapoj, ajo në moment njësët ka ikë. Dhe pre asaj kohë ti nuk e takove më djalin? Se më taku mu asër. Do e dëgjojmë sot historinë, unë do t'ju pyes dhe do e rëtheni me shpresën që ish partnerja juaj, nëna e djalit, apo familjarët e saj të na ndjekin në këtë transmetim, të reagojnë pasi ky baba ka një vendim gjykate, ku gjykata i ka dhënë të drejtat e takimit me të birin e tij çdo javë dhe për pushimet verore, si dhe një detyrim ushqimor, por ai nuk ka asnjë lloj kontakti dhe nuk di se ku ta gjej të birin. Ndaj ka marrë guximin të vinë në këtë studio televizive për t'i bërë një thirrje, një mesazh ish bashortes që ai fëmijë ka dhe një baba dhe nuk ka ardhur vetëm në këtë botë. Ndërkohë, unë dua të prezantoj një kronikë. Staria ime Ersela ka përgatitur një material për historinë e Adriatik Gjonaj, këtij babai që fatkeqësisht ka kontakte me të birin, e ndjekim dhe rikthehemi. 12 vite larg djalit të tij dhe një zemër që nuk ka rreshtur kurrë së kërkuari, Adriatik Gjonaj, 38 vjeç nga Tropoja, vjen me histori që mbar dhimbje, mall dhe shpresë njëkohësisht, një babai që prej më shumë se një dekade nuk ka pasur asnjë kontakt me djalin e tij, Erenisin, i cili sot është 13 vjeç. Pas ndarjes nga bashkëshortja, vendimi i gjykatës ja la kujdestarinë e fëmijës nënës, që nga ai moment rrugët mes babait dhe djalit u ndan plotësisht. Ditët u kthyen në vite dhe çdo përpjekje për komunikim mbeti pa përgjigje. I riu tregon që era e fundit që ka takuar të birin ka qenë kur ai ishte vetëm 1 vjeç. Ai shpreh se është munduar her pas here që të komunikojë dhe me ish bashkëshorten e tij për të lidhur një ur komunikimi me djalin e tyre, por pa asnjë rezultat. Ajo e ka bllokuar në të gjitha rrjetet sociale, duke shkëputur kështu çdo kontakt mes babait dhe djalit. Sot Adriatiku ka ndërtuar një tjetër jetë, ka një familje të re dhe 2 fëmijë të vegjël që rriten pranë tij, por pavarësisht kësaj, mungesa e Erenisit është një plagë që nuk u shëruar kurrë. Ai nuk kërkon të rikthejë të kaluarën dhe as të hap plagë të vjetra. Kërkon vetëm një mundësi për të rifilluar kontaktin me djalin e tij, për t'i treguar se ka qenë gjithmonë në mendimet dhe në zemrën e tij, sepse për një baba vitet mund të kalojnë, por lidhja me fëmijën nuk shuhet kurrë. Edhe sot, Adriatik Gjonaj kërkon vetëm një shans që djalit ta njohë, jo si një emër të largët, por si baban që nuk e harroi asnjëherë. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe dua ta nis me ju intervistën e dashur Adriatik për të ndalur te viti 2011 kur u martove me nënën e djalit tënd. Bëhet fjalë përpara shumë viteve. Si ka qenë kjo njohje, me mbledhsëri apo me dashuri? Jo, me shkuesi. Me shkuesi. Sa vjeç ke qenë atë kohë? Unë qenë 27-28, afërsisht. I ri ke qenë. Por nëna e djalit dhe ajo e re. Po, dhe ajo e re ka qenë. Por si shkoi martesa juaj? Shkoj sa këmë në Komës, këmë me qërë. Nuk keni jetuar në Tropoj? Jam konë në Tropoj, jam ra në Komës, këmë jetu në Komës. Po? Ishte gruja eme. Po? Këmë në Komës aty, edhe për aty puna si e konë kuha në atëherë, me ashtë lek nuk del ka spunësia, me 10.000 lekë si marsha unë në ditë. E qartë, jetesa e vështirë, sigurisht. Edhe e kom marrë për e këtuhit,
edhe mik në Rup, të vlla jam, për me shku në Francë, sa kon kua e zilit. Me gjithë gruan. Po. Po, Edhe- pas sa viteve martes jeni larguar në drejt Francës? Më tjenë 3 vjetë. 30 e shka. 3 vite martes. E dashur Sabrie, ju nuk keni jetuar me nusen? Ja, veç 3 muaj. Veç 3 muaj Veç ke 3 muaj. jetuar. Kur ka bon shatë djale, ka pa najtë, lindë baram curre. Djali ka lindur Po, në në Tropoj. Po. Tropoj. Po. 3 muaj ka naj me mua të rajike, se këna, ose kom po. Edhe humor e nga ikë në Francë, më ka që vllajë në Francë, më nga bo pak, më nga dhonë pak krajnë. E qartë, për të ndihmuar dhe për të stabilizuar. Bravo. Po, E nga shku në Francë, i ka po 8 orë me makinë, ku e nga shku atje, tha jo, tha nuk jetuat to. Në regu, thash, jam këthy edhe i herë. nuk pranoj, i Jo, nuk shkruar pranoj, që po, të jetoni. pranoj me jetu në Francë, që si është në azil, në atë ku. Po, Tha ju, në regu, thash, i thash vlau, thash, du më këthyja. U këtheva dhe jam me vlatëm, i kom hi para planit, e marrë në Tiranë. por marrëdhënia juaj ka qenë e mirë deri në këtë moment. Nuk Po, keni pasur po, konflikte, jo. Edhe i thash, grua thash, ikim. Ikim për i këtuhin që nuk është jetë. Me 10.000 lekë thash, nuk më një dalë, me qera, me sënë, se që tonë janë të në Europa me qera, po. Thash, ikim të rapuj, thash, e rrim. Andajna, thash, e nga mami, në babin i kam, shkojmë atje. Në regull, tha, në konë ditë e ajte, kur së arrej. Jam i në punë, ku jam marrë, e pa vaportën hap, dyrt hap, të nga fotot e gjallit si këmë pa në ka krizë, Si, kishte ikur në këtë lloj forme? për këtë notë. Të nga grisë, të nga lëqu këtë, unë e himë anë, shas një, asë gru, ishte gru jeme, asë gjallin, kur i bi telefonin së më hapë, tha unë e tha e mikë, në regull. Ku mërë babën tëmë, Argjën, gjallin e Argjë, e jam shku të Istenishi, se është aty të Istenishi, Po, aty se është për fëmi. po. Edhe kom folë me atë gruan, i thash të shëtu, thash shumë, thash kom nëvoj, thash me jetë pa gjallin. Por ndalim pak Adriatik të lutem, sepse po e kuptoj, tregove direkt momentin që ajo iku dhe të braktisi, mori djalin dhe iku. Unë mendoj, dhe besoj dhe nëna juaj më mbështet që një grua të ikin këtë lloj forme duket pak e habitshme. Prandaj të pyeta, a keni pasur le të themi kontradita me njëri tjetrin Jena përpara kanë sa shumë regull. As të një gjanë, unë e thash, unë e sot me mdalë shpjeti, unë nuk e di se si ndodhi. por çfarë si dyshoni? poni. Pse iku këtë lloj forme? Du tha marë, tha unë tërpoj. Në regull thash. Parim, tha to. Në regull parim. Ku e më shkua? Tha mu, tha po, tha. Po ikim. Pra ti është fakti që ajo nuk donte të vijë të jetonte në Tropoj, po donte të jetonte në Tiranë? Po. Iku. Po ku shkoj? Te dulte prindit e vetë. A, shkoj tek nëna dhe babai. Në qenam. Po, E i thëmën e babës, thash të shtu, thash babë. I ka i baba autobusit, në ardë në Tiranë, gjagjajem, gjallë jartë, makinen, e në dalë të shpia. E sajna. po. Mas i ki, jem dalë për hirë gjallit, gjithë shka kisha bo, veç, mua atë si ka bo ajo, mu si kisha bo kërë. Unë e kërë se bëj. E kuptoj. Dutë mu, njeri, ku nuk këm hisë mua ma, tim punë tonë, unë punë temë, ligjë, dutë mu, edhe unë këm nevoj me pa vladin temë. Patjetër, Unë patjetër, jeni unë babai. s'tamon unë e vladin, ato se e ka bajo, unë se bëj kur, për viti. Jena dole aty, doja e sajnë aty, Dhe shkua tek shtëpia, për Po. të sqaruar që ç'a ndodhi. bravo, E qartë. bravo. Ina ullë, ina himan, ne kanë më gaj kofe, thash, ishte mi gjem, thash zëtëri, thash u du, thash qikën tona. Thash, këta thash si kom prukat, më ullë, thash tavalin, me mu, thash, me mu ka pun, thash. Thash, du mu saru, thash, pesh kafe, pesh, qa u bon, thash, kjo pun. Ardha ullë tavalin, thash, apo vje, thash, me burton, e shkojmë në shpi. Jo. Thash, unë 3 herë ka të thomë, thash. E ka vje, jo. E ka vje, jo. Thash, kryer, thash, mrapa, thash, nuk e këthej. Ligji ka ligj, shteti janë shtet, tash do të sarohem. I kom hip makinës, i jam ranë komës, kom vjetë të dhondri, babin e kom njësë për trapoj, jam njësë mas nesë vetë, më ka thirë në telefon. Pas këtij takimi ajo të thriti në telefon, por aman E unë trapoj, ti i kërkove të rikthej për hir të djalit. 3 herë, kom thonë për hirë që nga djali, këthou. Nëse me pa bon dishka si nuk e ba që thonë toka, unë e pa fali. Po një gjo si e ke bo një gjo në budalek.
Nuk të dha një arsye pse nuk donte të kthehej? Asë gjë. Të tha vetëm jo. Po, edhe ko me dek me gjam, Po, se më ka thonë. Jo për një gjam. Që thonë, po unë e vladin tëm, dua vladin tëm me, po. dhe çfarë ndodhi? Pas këtij takimi ajo të telefonoi. Unë në trapoj, kur bje telefoni për e shof numin së njofta. E hapa, tha, se kaluva, thash mirë, tha jam blerina. Thash po. Tha adja, tha, këthu, mua. A, të kërkoj ribashkim. Pa. Thash mërën vesha. Thash për këtë tukë. Për këtë tukë. Thash, unë e thash me ty ja. Thash, ligjja, shteti, djalin, thash, ashtë sa ko me pagu, thash, do pagu ju. Do përnojnë, thash, edhe natën, djalit e me atë lekt. Ashtë sa ka thonë gjykata, shteti, mua, unë në 2 tonë së më thonë, 2 tonë së u shkoj përnej, e vladit tam. Dashur Adriatik, ndarja juaj nuk ka ardhur për shkak të një ekonomie të keqe, pavarësisht se keni sakrifikuar, keni punuar si gjithë të tjerë. E vërtet. Normalisht jetesa është e vështirë. Nuk ka ardhur për shkak të tradhtisë, por për tekat e saj dhe në një farë mënyre edhe tuaja. Po. Po, vërtet. Unë, Po, më lejon të flas dhe me nënën tuaj, dashur Sabrie, si ka qenë ajo bashkëtesa juaj me Nusen, me Blerinën, në ato pak muaj? Merë vesh. Nëse po që ashtë ta e 3 tjerë t'jem me pa fjallë. Unë i kom edhe 4, po. Unë nuk në di me i do ma qikë, edhe ta kisha asu kur unë qëtis. Kom ndru fjallë me ta një jetën teme. Sa ka najt? Su ka najt pak 3 mujë se boni djallin, atëron atje, unë në mujësha me rase, punë të lashe tune, srojshna. E qartë. Vesh, nuk për të thëmë gjanë vetëm kur se kësha bojnë gjatë t'jilë. Pse, vetëm ta shojnë ti. Ta dinë se e kanë bashkë, e kanë bashkë. Qa do të bojnë nona, ajo nona djallit, kur nuk i thot nona doje prej nonës vetë, so zemër nona, vetëm jashit mi e po, nësë ta kotë s'kem po, se tash, o një djalli madhe. Në momentin që djali u nda Adriatiku, i cili po e tregon që unë nuk pranova të rikthehesha më dhe nuk e fala, ju vetë patët e dashur Sabrie kontakte me ish Nusen? Ja. Momenti që u ndan? Jo. Kur ish, i dit, jo sa dit që një dalë, më thirë që i kasnjo ishën komës, më thëtë non, o ka ikë Blerina. Qiks i kishton një kojshi, si ishin në bathore, ku di unë e ku? I bje telefonit. I thash, po shkryet e rënë e zgjonit, mos e me kësot bje nona, ta din kjo nonë, vetëm qka kini më i bje. Tha, ka morë fond nonë, ka morë fond, tha Sabrie, tha, jem kajki, tha. Në mua ka jetën e vetë. E është ku morë djallin. Ka jetën e vetë. Nuk kom fjallë për ta. Nuk kom fjallë me se për që djallë për atë po unë e zë qare e ka krizë. Asë të rinë të kjenë jetën e vetë. Vetë dhe mi shdosh mi e shita djallë mi e po bi. Që thonë më Që shdo këtë da morë djallin, është gjëna bi. E ta dim se është dikon se Babë në vetë me ditaj. është rejnë vitë. Por, le ta vazhdojmë, i dashur Adriatik bisedën bashkë, ajo të moni në telefon, më the, ti the që jo. Thash e më dalë. Se nuk e doje, se dashuria nuk mbaron për 3 ditë. Ja, nuk marën kur. Apo ishte i nati, jo? O një gjonë, nëse unë ja kun bo, unë gjithë shka kësha bo, po një gjonë se sa kun bo mua, me ma bo mua, ja. Ti është fakti që ajo iku dhe ti nuk e fale. Ja, vesh fotot e djallit se mja ka shkyja, Bot, asë se kumë lëgojit kur se ajo... Si ka mundësi, dëmë të na e kështë e grisur gjithë fotot? Mërën vesh. Ja, kush? Mërën vesh. Ja. Mëse pas nona shkosha me të dekun suën tëntropoj, i ka thonë nona vetë, për hirtë thmis të nënë, ti me pun të këshia se ke gjithë. Ty për mua është mrat. Ty nonë, qore po ndruë fjallë me gruë sa, rritet thmija, kur po të morë ty jo, këtho për që pash këtë gjinë si ta këmë dhane shko me i nonë, kur në shkoj. Unë nuk di, unë jem e pa fjallë. Unë nuk kom pas takat, nuk kom mujtë takat, nuk jem e mësum, as di, po... E përjeton, sigurisht. E kom përjetu me kish shpirë të kur për thmin e mi. Pa tjetër, dhe sidomos për nipin i cili është 13 vjeç dhe nuk e nje dhe nuk e ke parë dhe është e dhimbshme. I dashur Adriatik, e kuptoj, nuk e fale çështje i nati. Me vërtet. Por çfarë ndodhi më pas? Ti jetove në Tropoj, ajo jetoi këtu në Tiranë. Po, unë në Tropoj, më thëtë mua, unë të shtëpia më konë bashkë të shtëpia, jam e nënës e babës, më bje telefoni më thëtë gjykata, Bramësor. Kjo është kanë orë hapë bandën në nësim.
Kështë bërë denoncim për ty, apo ishte drejtuar gjykatës për të kërkuar divorc? Po gjykatës. Me shku në gjykatë aty me shit firmat edhe... Me bërë divorcin, pra të bërsh ndarja, e qartë. E ishe drejtuar ish partnerja gjykatës e para? Po, hima aty, më thëtë ki mu praqit të të nesën të finanuar, sa shësaj ku mërë? Nuk di isha unë. Nuk e këmë ditë desë sa më tha mua. Gjykatësi. E meri me mëndë që do vinde një ditë të bërsh divorci për dirisa nuk jetonit bashkë. Edhe unë kisha kërkua, ka opton. Ndar aty, vjen, me gjithë dajt vetë. Him me në aty në gjykat, a i full, a i prokuruj, thash, mërën vetë shna. Thash, dajnë e ka, thash, i du, dajnë e vetë. Kjo, thash, ishte gruja eme, thash, se sa du ko mo, thash. Një gjonë, thash, se e ka bon kjo, thash. Unë se kuptoj dhe sa des. Thash, se e ka bon kjo. Thash, unë, thash, zëtëri, thash, më alqu i ljetë shtu, bardhë. Më tash i di firmë. Thash, kjo në punë vetë, unë në punë të eme. E qartë, ishe dakor që të bësh divorci? Po. Pas gjitha sa që të ndohë? 3 herë në arë pa gjallë. Aty në trapoj. Po? 3 herë këmë këthy mrapsht. Gjykatës i thash, zë 3 herë, thash. Kjo, thash, e ka gjallin në shpi? Si e le, thash, ti thash me himrana, thash, pa gjallë, thash, e vjetë të këpullë himrana, thash. Por gjësaj kohë që ishte të proces divorci, ti flisje me djalin Adriatik? Ja. Pse? Ku me folu? Por numrin e saj e kishe, ta telefonoje... Gjithka u mëllën. Ajo të blokoj? Gjithka, tak. E kom gjithë numrin, e kom në Belgjik, për punë kom se kom bo, operacion, e kom thyrë në telefon. Edhe i kom shkrujt, thashën filoni, thashën nuk më ka të qesë probleme kur nuk ishte së probleme. Kënë jetën e Në morë. fund të gjithka jo mbetet nëna e djalit tënë, Ta absolutisht. kënë jetën sa më të mirë, ja qovë zoti, Po, unë thash vetëm thash me maqu, thash një foto ose me full, thash unë me gjallë tem. Ky thash, të unë thash nuk i probleme, thash sa qesh. dhe çfarë të tha? Si, s'ma hapiq. I rava në telefon, s'ma hapi, po, i shkruta mesazh, thash hajtë thash për ma këthe mesazh, ose po më thët, i rava të njeset, e kish pa mjullë, numrin. Të ka blokuar? Po, kom në telefon që mos kishe kontakte. I Macedonisë. Por, do ndalemi, si e zbulove ti që ajo ishte në Macedoni dhe si a gjete numrin e Macedonisë? Do të thotë që pas divorcit, ajo ka shkuar në Macedoni, ka kaluar kufirin pa një prokurën tënde. Dhe këtu është shkelja e parë e ligjit që ka bërë zonja në fjalë. Nuk mund të dali një fëmijë i mitur jashtë territorit të Shqipërisë nëse babai nuk i jep firma. Në vërtet, nëse unë i kum shqit firma, ja ka pa drejt, unë asë i lej firme, si kum shqit për me dalë jashtë. Pas sa kohësh i u largua ajo për afërsisht drejt Maqedonisë së Veriut që e zbuluat ju? Një javë, 2 javë ditë, si jam dau. Numrin si e zbuluat? Numrin e gjeta unë këtu. Arriti t'ja gjej nëpërmjet njerëzve. Bravo. Numrin dhe nuk arrite dot. Ja. I dashur Adriatik, përpara se të fillonim këtë emision, edhe gazetarja ime të kërkoi disa foto të djalit dhe më thej që nuk kam. Fotot e fundi që ti kishe, ajo i grisi në shtëpi para se ti ikte? Gjitha. Por ky veprim nuk është... Veç ma të gjons, që fali kur. Edhe me konë në gjykatën më të modhe morë në Europës. Po pse bëri këtë veprim, se më duket... Veç për këtë gjë mua, se fotoja, që do të kish me mua, i thash. U ti që në gjysh që më konë aty në mbramë sërë, që do të kish me mua, fotot e djallit nuk i shesh më grisë. Por më duket një veprim jo normal, dhe desha të pyesja, a kishte ajo probleme psikologjike, një nën të grisi fotot, të lërdere në shtëpi sa kur të iki, dhe mos t'i japi një shpjegim burrit. Edhe anë i gjonë si... Unë e mos me qanë seri, mos e po qa këtë gjallit. Me pyt në komës dhe me pyt... Si komponua 8 vjetë. Po? Anë i gjonë se tënë thonë, tënë me pyt, ku të të pyç, si saba, më pensë u shasha, më pensë, për i gjumi, u vesha, shka isha në punë dhe këtin 5 darkës. E natë po e natë që edhe në sharuja, e natë që agru në shpi, me thmi, me rrita gjallë. E qartë, e kuptoj. Mësë më mvujtë mu thmija në për kupshë, në për qerda, ta shti rritha që e bëjë edhe i natë, rruja. Sa vjeç ka qenë djali kur i ndarë për ti? 1 gjysë. 1 vjeç e gjysë, sot i bjet jetë 13 vjeç. Jere kumë ba. Qa moshe e ke parë? Qa që konë? Diko të 1 gjysë, sa konë ma? Momenti kur i ndarë, të një periudhë. Punë 2 javë, shmrapa. Pas ndarjes dhe nuk e ke parë ma. Në më thënë të dali djali për para ti rrezik nuk e nje. Jo se njef. Nuk e njef, vështë dash me e pashit në rrugë, nuk e njef. Si që e djali? Erenis Gjonaj. Erenis Gjonaj. Vesh në pas në drojë gjonë, se em në letra shashtoko.
Jo, ai automatikisht mban mbiemrin e babait, nuk ja ndron dot ajo, edhe nëse është martuar, atësinë Marr, po, edhe jetën e nuk vet. ja ndryshon dot. Nuk don me najt me burr, normale, don mu do, nuk është në i gabim fatal, po fëmijën e kanë përgjys. Po, janë të dy Duhet. prindër që duhet jeni jetë prezent në jetën e Duhet tij. të ditë me i thonë, kur ja ka caktu shteti, me ja shqit, kuj me ja dhonë lekin, edhe që kur t'i shkonë si i kishe e gjakën e trupit për Se djallin këtu të Istanishi më thalë mua, Kuj me ja Që dhonë. mund të jetoj kënë dy gra, të Istanishi. këtu në Tiranë. Po, dyron. Por ndalemi pak tek divorci. Çfarë vendosi gjykata? E ke vendimin e gjykatës, regjia po na ndihmon, ndërkohë që unë ma japësh për ta lexuar. në fakt. Gjykata ka vendosur pa dyshim, pas keni bërë edhe denoncim, por le të lexoj pak vendimin e gjykatës. Ka vendosur pikërisht që ju të keni të drejtat e takimit Po, për fëmijën dhe sa e ka vënë 70.000 7.000 lek. lek. të vjetra, po 70.000 lekë të vjetra që ju duhet të pagoni si detyrim ushqimor, Po. gjë të cilën ti nuk e ku e paguan se se di ku e ke Po, për djalin. mos me i pagua, me ja pashit djallin një. Po, së që ka shit djallin, kuj me ja dhonë në jo ditë? Jo, kur nuk e di ku është djali, Kur ju të ti, s'ja ka po me sy ma. Të Istanishi më tha jo, gruja tha, nëse ta ka shqit djalin në zyra, nëse ta ka shqit djalin, tha, e s'ki dhonë pagesen, tha, neve në qëkot. Tha, jo. Pra, ju keni të drejtë sipas gjykatës fundjavën e parë dhe të tretët çdo muaj, nga dita e premte ora 2 dhe ditën e diel ora 11, si dhe pushimet verore që ju të takoni fëmijën tuaj. Dhe në pushimet verore ta merrni nga data 5 gushti bie deri në datën 20, si dhe në pushimet dimërore dhe detyrimin ushqimor për 70.000 lekë në muaj të vjetra, gjë të cilën këtë vendim gjykate nuk është zbatuar nga ana e zonjës, sepse ajo është larguar dhe ti ke humbur çdo lloj kontakti me fëmijët. Gjithmonë. I dashur Adriatik, do qëndrojmë së bashku sërish në studio me shpresën që ish bashkëshortja juaj është duke na ndjekur në këtë transmetim kudo që ajo mund të jetojë, ndoshta familjarët e saj mund ta njoftojnë, mund të na telefonojë ditën e sotme, padyshim që mund të reagojë dhe zëri i saj do dëgjohet. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e një 38 vjeçari nga Tropoja, quhet Adriatik Gjona, i cili fatkeqësisht prej afërsisht 11-12 viteve nuk ka asnjë takim me djalin e tij, i cili është vetëm 13 vjeç. Pas divorcit, ish bashkëshortja u larguar duke shkëputur çdo lloj kontakti me ish partnerin, por dhe me ish vjerrën dhe gjithë familjarët e ish burrit të saj. I dashur Adriatik, e kuptoj që u bë goxha kohë e gjatë që nuk e takon djalin, por njerëzit e saj në Shqipëri jetojnë. Nuk e gjetur guximin të shkosh tek ata, fundjavë të kërkosh djalin tënd. E vërtet, po kur nuk në shteti, të thonë, si shkojnë aty për Belofi, masi a i ka e për aty. Po? Masi ka i për aty, ta me lypë të shpi aty na. Jo, të kërkosh ku ndodhen, ku jetojnë. Nuk gjepin, jam kon aty unë, pra. Të nëna zana, tha, nuk di gjonë hështë ta ka shkua. O gjalla ja. Pra, ti ke shkuar njerë dhe, po pse, si pas prindërve të saj, ajo nuk ka kontakt as me familjarët e saj? Nuk e di aty. Që besa po së kur ti me ne, se s'ka mundësi. Si bjetjet e humbur? Po, jo më shumë Me ata ko, me ata do të finë. Me rëpë të vetë dë koja, se i ka rëpë. Por, Adriatik, çfarë mendon ti? Se më mirë se ty nuk e nje, askush zonjë, se ke ndarë gjithë ato vite martes me të. Për çfarë e bën ajo këtë gjë? Pse hakmerret me ty në formën më të keqe të mundshme, pikën më të dobët, djalin ta pengon? Për çfarë e bën? Ku dën ajo, me kon ku t'jen, inshallah vesh jetë kohë mirë, me kohë të t'jen, se mos më dërsa në heq, aja punë, nja. Sa ka jetën e saj, ti ke jetën tënde. Më ullë diku me ta, nuk ka arsye me ashit mu një fjallë, si janë gabimin të mija. Mbot, zbot të lafë. Sa pak shumë punë, se një fjallë, më në ka qita jo, për janë meja, ta do në kitë. Unë studiot me konë me ta. Tak. Pse e bën? Çfarë dyshon? Ajo bo një vetë, ajo e zgjidhi isha të rrugë. Dyshoj se ajo është larguar dhe jeton në Maqedoninë e Veriut? Po, se ka motrën në që Maqedoni. Ka motrën dhe dyshoj se mund këtë iku në Maqedoninë e Veriut dhe mund këtë vazhduar jetën aty. Po, atje është. Po mirë. Martuma. është e martuar. E ka i vajzë. Pra ti pas ke informacione që është e martuar, ka një vajzë, jeton në Maqedoninë e Veriut. Çfarë vendi në Maqedoninë e Veriut? Nuk e di aty. Nuk e di qytetin. Aty nuk e di. I dashur Adriatik, në momentin që ti e zbulove, që ajo ka dalë nga territori i Shqipërisë dhe fatkeqësisht nga kufiri me Maqedoninë dhe Kosovën, fëmijët dalin shumë kollaj fatkeqësisht, edhe pa prokur pa asgjë. Nuk e bën një denoncim në polici?
Në moment se këm marrë vesh unë, jam këthuj për janë në Belgjikë, se tash e këm bon gjurin në prasen. Po. Jam këthuj, jam marrë këm folë aty, e me ata gratë me policë, i nga dalë të shpia. Të shpia e prindërve të saj. Ke bërë denoncimin, po? Po, se në komës e mra, thash të policia në komës, thash unë, thash du me bojnë të denuncim, thash për, kështu thash, ko jem nda, thash me gru teme, thash ku më verë, thash se ka liviz jashtë territorit Shqipërisë. Po, pa prokurën të Thash, po, firmat mija, po, asë gjanë, thash, aje du dokument jetën e tjeri, thash me bojnë të letra, thash për me jepun e drejten me ikë. E qartë, jashtë Shqipërisë, që për të lëvizur. Në regu, tha, ti tha, hajde, tha, këtu, tha, hipi makinisë dalim të atinal, dullëm aty, dullëm në asajnë aty, ty folë, punë të vetë, se më të esojnë. Thash, unë, thash, nuk e morë, thash, as për fjallë, as për asë gjanë, as për kantresa. Thash, unë, thash, dua vladin temë. Që që më ka thonë gjykata, unë i përgjishë në gjykatës. 7 bilek muj, janë të mijatë. Ma në duat diku e kam djalin. Po, si ki thonë lekt. More, thash, unë, thash, mi t'i punë lekt ty. E ku se shë vladin tem, thash, mi hangët i lekt, thash, lekt, e mija, thash, ti, e djali jem, thash, ja, thash, nuk bënd kjo. E i të e gruja aty, edhe shefi policisë, ankon aty, tha, atë ti këtha nuk i nevoj, tha mund dze, thash, ja, nuk dzena unë. Anë drejta jam o t'i zëtëri. So, anë i gjonë, nëse ajo ma ka qitë mu djalin, që në letat. Po. E nuk e kumpo pagesën, ajo ishtë mua në ku ajo, në shtetë. E qartë. Unë, ku mi morë, unë lekt, edhe mi patë, ku mi quj, thash, asa na. Tha, zëtëri, tha, nëse s'ta kanë qitë djallin, tha, makinës, tha, i këm punë. Pa rrugë e nara poshtë. E këm punë të isë nishi, e këm që aty, edhe, jam i këshpi. Pra, është bërë një denoncim. Për largimin e ish partnerës me djalin e vogël, sepse është rëndësishëm. Ky denoncim që në momenti që ai hyn në territorin e Shqipërisë ndalohet automatikisht nga policia, sepse është bërë ky denoncim. Sepse me këtë vendim gjykate i dashur Adriatik, ti mund të drejtohesh edhe zyrës përmbarimore. Aty jam konë. Ke qenë, në Tropoj. Po, çfarë ka thënë zyra përmbarimore? Tu në Tiranë, pra, në Tiranë në konë. Në Tiranë, po? Po këto, po me këta këtë gruën jam konë në pratje, se tash ty. 2 gra. Ka mundur do zyra përmbarimore për të lidhur me ish partneren tënde? Ja. 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 Jam konë aty këtë në 4 rejtë, se është këtë konë folës asë gjanë. Dhe është një moment të jeti vështirë, sepse jam e sigur që të ka marrë malli. Shumë. Njëherë me e po, se më ndërësën jetë amo. Qa kujton nga djali? Gjitha. Dhe? Po, zoti e madhë. A i të ka bërë për herë të parë baba? Po. Sepse ju e keni vazhduar jetën, Me drejtë. sa fëmi keni nga martesa e dytë? I djali qik. Me jetë i kesh të dy, por ajo që të mungon është djali i A parë. vërtet. S'ka. Kërë shikoj dhe nënën tënde Sabrije që i kam përshësit me lot dhe normalisht, ajo kur të shikon ty që ti qanë, i dhëm zemra si nën se e di se sa vuan. Unë i gjonë si e ka po ajo, unë e asë këmë nëna ka pëto, nuk kam shef me shkubu fërt, që thonë, se kur kapet, dikmon të kapet, që thonë shpirti, s'la ka rritë ma. Ko do të kinë? Unë e du drejtën te me dla. Shtat, me më marrë mua, me më full, me më adhon gjallin, shtat, jetën e vetë e ka ajo. Kur, sa Unë tash, e ka një babë, si ja morëm. se ka kush, Ta shojmë vetëm. qa babë. Ish vjeri. Unë thash, dektisa desat njëri sa araj. Bur, tamon. Por atës ke mundur do të atakosh për gjatë tyre viteve për të folur, jo. Ja, I ke shkëputur zhëlloj kontakti. gjithçka. Asgjë. E dashur Sabrije, nëse ishtë nuse e djalit, do të ndishte, do të shikonte, në emër të një nëne, e të një gjyshe, çfarë do i thoshe sot? Asaj zonjë. Sa më se thonë veç, e të thonë, të kom, është e duen edhe kur se më shë vetëm, i lutna, vetëm shite, ta shojnë këtë djali. Kur kjo zemër sa prisë, kam i alargue vetëm, ta shojnë babaj vetë. Se në ka morë mëllë shumë, dhe ta. Kur zemër jeme, si dhëtë, mi alargue, asë zetë që mërë, vetëm ta shojnë zi kodiku. Sa tjetër sorë. Do shta mërirat i lënë më njanë për hirë të fëmijës,
ndoshta mund të ketë në një inat me djalin tuaj, çak merren këtë lloj forme, por çfarë kanë bërë të rriturit nuk ka faj djali, ai do të rritë edhe me babain, edhe me nënën dhe kjo zonjë duhet ta kuptojë që nëse do të mirën atij fëmije, duhet patjetër ta lërë këtë kontakt me babain, se është babai biologjik. Po, ditë është, e kanë përgjys, e kanë përgjys. Ishte që dhëmë zemra asaj me pa morë këj dhëmë. Se ka pa jo, se di. Akoma ke dilema që pse ajo të pengon djalin kur ju nuk e keni bërë asgjë të keqe dhe në historinë tuaj 8 vjeçari nuk ka pasur konflikte të rënda. As për alkool, as për asë një, as bëgjës, as gjë, bon. Fëmijët e tjerë... Jesë jam në këto. Po as një gjë se se ku bo kur. E qartë, martesa juaj... Ka pëto, që si ndodhi, Zoti e din. Zoti e din. Po, nuk u desh ka ajo me bo kur, në ose kisha bo. I dashur Adriatik, fëmijët sa vjeç janë nga martesa e dytë? Fëmijët sa vjeç janë nga martesa e dytë? Djali është 7, vajza 2 gjys. Djali që është më i rritur e di që ka një vlla? Po. Ja ke treguar. Po, ku treguar. Çfarë thot? Bile, po, ku o thot? Ku është? E kërkon. Po, kërkon se s'ka fajnë. Sepse edhe ai duhet ta di që ka një motër dhe një vlla nga babai dhe është gjaku i tyre. Ja ku më thonë në kaj, ku është, se nuk o shofim. Çfarë do i thuash ish bashortes tënde? Unë, mu thash. Jam e sigur që ndoshta nuk na ndjek në këtë transmetim, por kur emisioni jonë të kalojnë kanalin tonë në YouTube, ajo do njoftohet patjetër. Dhe jam e sigur që mund të na telefonoj dhe të reagoj. Unë thash njerë, unë kom respekt shumë. Si me ka majt djallin, unë se harroj kur. Se e ka majt mirë. Se tash është hem non, akon, hem baba është. Që thonë, no? Po. Se kur mërë thmin e ik, hem non, hem baba është. Por jo se e ke kërkuar ti. Ja. E ka bërë ajo. E ka ba. Ju jeni baba dhe kërkoni që figura juaj tjetë e rëndësishëm të ka. Edhe është, unë thash, asë gjonë, për të nuk kom. Gjonat. Vetëm të hapi telefoni dhe të lejoj të klasi me djali. Me djali. Dhe të zbatoj atë vendim gjukate. Ku do t'jenë? Qyën jetën e vetë, nuk më të esën që thonë, vetëm të mblidhët. Kur s'kena me janë? Unë e qitash me ma prunë, djalin, shitu. Po. Ta rokin e tikin me nonën e vetë. Vesh me dik, unë e aqoj. E qartë, vetëm do të atakosh të ti që pranishëm jetën e ti. Edhe që kota po a thonë, ja ku thonë, nësë në trapoj, thash, nëse kjo ma le djalin, thash, unë e thash vesh me dik, thash, unë e ku me aqua. Edhe unë e thonë, që jam se ka qu djalin me e pa nona vetë. Jam me amorën e vladin asajna, ose kisha bo kur. Pra, veprimin e saj nuk do ta bëje kur dhe Ja, kur. Do t'jep të gjukata të drejtën e kujdestarisë dhe ta mbaje djalin. Unë e kisha shit. Që kota më mba thonë moja, unë e kisha shit. Por nëse do ta kishe djalin përballë, ai është rritur pa ty dhe ndoshta... Së më njef. Ja, vyt gjakje. Ja. Është e dhimbshme, por ndoshta është një person tjetër që ka zvënsuar figurën e babait tek ai dhe që të dhëm, të lëndon ty si baba, se je gjallë. Sua nërmena se e shof. Kjo është. Të uroj të takosh sa më shpejt me djalin tënd. Ne prezantuam për të parë këtë histori, një histori e dhimbshme dhe më vjen keq që shumë baballar vinë në report të vënë emisionin pa gjurmë, denoncojnë humbjen e kontakteve me fëmijët e tyre pas divorcit, shumë nëna largohen, martohen dhe fikin telefonat, por kjo nuk është e drejtë. Uroj dhe shpresoj, e denoncuam sot për herë të parë Adriatik për të vazhduar, nëse ajo do reagoj dhe kërkon të jetë përballë teje, ti je i gatshëm. Patjetër. Që ti jesh dhe të flasësh për hir të djalit dhe të kesh kontakte me djalin. Patjetër. Si duna jo? Edhe një, nonën falë. Po. Para Marakit vinë. Se vallaj, su kur ta kishim mrena, nona s'ka fjallë për të më pasha krytet. Vetëm t'ja shëshet, mërë mos këtë dërë për njerë, po këti t'ja shesën e ta shojnë. Se kësë ndalë kush me zërë, po thëmija janë përgjysë. Uroj dhe shpresoj. Zënja Sabria, unë të falenderoj që të pata sot në studio. Edhe unë e ty shumë knashti, Zoti urojt. Faleminderit mirësit se i bën Zoti ja u shpërbleft. Të falenderoj. Adriatik do dorëzoj këto dokumenta sepse ne i kemi, do metemi bashkë në kontakt dhe uroj që shumë shpejt të bashkohesh me djalin tënd. Faleminderit. Faleminderit.
Mirë, jemi rikthyer sërish bashkë në studio dashur miq dhe në këto minuta dua të prezantoj historinë e një të moshuar i cili është zhdukur dhe ka humbur kontaktet me familjen qershorin e vitit kaluar. Bëj fjalë për Lek Ndreshaj, një 78 vjeçar lezhian që humbi kontaktet me familjen nga malësia e madhe në 9 qershor të vitit 2005 dhe nga ajo ditë nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e të moshuarit. Lek Ndreshaj me bashorten për një rast të zie kishte udhëtuar nga Lezhë në malësinë e madhe, ndërkohë ai ka dal nga shtëpia e njerëzve ku kishte vajtur për ngushëllim, është larguar pa lënë asnjë adresë dhe nga ai moment nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e këtij të moshuari. Familjarët janë në kërkim prej muajsh, mbushen 10 muaj dhe ende nuk dihet asgjë për fatin e tij, edhe pse është bërë denoncimi në polici, nuk është gjetur një gjurmë e 78 vjeçarit lezhian me emrin Lek Ndreshaj. Dua ta prezantoj sot me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm dhe informacion për të zbardhur e vërteta. Familjarët, le të themi, shpresa nuk kanë më, dyshojnë se diçka e keqe ka ndodhur, por çfarëdo që të ndodhur, ata duan të dinë të vërtetën për fatin e tij. Dua të prezantoj kronikën që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Gëzim Ndreshaj, 48 vjeç banues në Belgjik, është detyruar të udhëtojë drejt Shqipërisë pasi ka humbur çdo kontakt me të atin. Lek Ndreshaj, 78 vjeç. 78 vjeçari jetonte në fshatin Torovic të rrethit të Lezhës, së bashku me bashkëshorten e tij Katinën, 70 vjeçe. Më 8 qershor, çifti udhëtoi drejt fshatit Bshet të Malësisë së Madhe, pasi ishte ndarë nga jeta vllai Katinës. Pasi qëndruan gjatë gjithë natës atje për të respektuar ritet mortore, ditën e nesërme, më 9 qershor, rreth mesditës, pak para varrimit, Leka është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Nga ai moment, familjarët dhe banorët kanë nisur kërkimet në zonë, por pa asnjë rezultat. Djali i tij Gëzimi, i cili ndodhet sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka rrëfyer për gazetarët se babai i tij 2 vite më parë kishte pësuar një trompoz dhe dyshimet e familjes janë se ndoshta ka pësuar një problem shëndetësor për shkak të luhatjeve të tensionit. Pavarësisht kërkimeve intensive të cilat vështirësohen për shkak të terrenit, për fat të keq nuk është gjetur asnjë gjurmë apo informacion për 78 vjeçarin. Djali i tij apelon për ndihmë, me shpresën se dikush mund të ketë parë apo dëgjuar diçka që mund të ndihmojë në zbardhjen e kësaj zhdukje të pazakontë. Kjo është historia e Lek Ndreshaj dashur miq, kështu ai është larguar përpara 10 muajve, pa lënë asnjë adresë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 78 vjeçarit lezhian, i cili humbi çdo kontakti e theksoi në 9 qershor të vitit kaluar. Kushdo që ka informacion, kushdo që di të vërtetën, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebook Pa Gjurmë Report TV. Mirë, me historinë e Lek Ndreshaj ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga hëna në të premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV.